Mbas luftës, si gjithë shoqënia dhe na fillojmë te klubi Merlin aty, edhe na mbushet mendja me shku me pa një ndeshje, mu riorganizu për dytën herë. Edhe fillon me Merlin Bojsat, me Bashkim Belegun, Tulin, kryetarin, tash kryetar Nderi, i cili me shumë shok tjerë, ose ma mirë me thonë me djemë të rezistencës, me djemë të luftës, që kom qef me ju thonë une, prej Bekim Zekes e deri të Vali, me Flurën e me Minin e me Rilën e le të më falin tjerë që s'pi përmendi, edhe me atë kryesorin, Gjovanin, fillojmë me shku në përndeshje, edhe dita ditës tu forcu, besa dhe me ndihmen e madhe të presidentit kompanisë, i cili shumë herë, mos thëmë gjithë herë, ne i ka organizu me mjetë, na ka ndihmu për mu organizu me autobusa, edhe kështu fillon. Dita ditës, fillojnë lindin Merlin Bojsat, vinë nunat e Kapeshnicës, vinë futat e Aslanqesmes, une me kompanin të eme pi Dardanis, edhe lind ideja që krejt këto grupe ose nën grupe të bashkohen edhe marrin emrin Shqiponjat. Pse pikërisht Shqiponjat? Po, Shqiponja është simbol i flamurit, Shqiponja është simbol i rezistencës, është simbol i lirisë, i fluturimit lirë, edhe na ashtu e kem ndi vetin të lirë, është simbol i pejes, tek e fundit, është simbol i bjeshkëve të nemuna, kështu. Arber, sigurisht që tifozëria Besnikët është një nga tifozërit më të reja në sportin kosovar. Si lindi ideja të formohet një grup i tifozërisë në qytetin e Pejës, kur pikërisht ishte një grup tjetër, pra po flasim këtu për Shqiponjat. Së pari ju përshëndes, faleminderit për ftesën që na keni bërë. Tifozëria Besnikët është krijuar nga një grup i të rinjesh, po ashtu edhe nga me prekrahjen e klubit të futsallit Besa. Është krijuar me 20 nëntor 2010-s. Tifozja është shumë i lidhur me dy ngjyra, domethënë me klubin, domethënë me ngjyrat bardhë dhe kuq. Fan Club Besnik ka një kryesi prej 20 vetave, që i mbajnë mbledhjet për çdo javë, domethënë. Dhe pas mbledhjes, ata domethënë përmes faqes që kemi në Facebook, i njoftojnë tifozërit tjera, tifozë tjerë, se tifozërit jo, për mënyrën e organizimit të lojës së për shembull. Po. Pse pikërisht emri Besnikët? A ka ndonjë simbolik që lidhet me këtë emër? Po, emri Besnikët është për shkak se është i lidhur për klubin Besa, edhe që t'jem besnik, domethënë ndaj atij klubi. Arber, sa është e çuditshme, edhe pse nuk është pra asgjë që një qytet t'i ketë dy grupe të tifozëve. Pra kemi shumë qytete që ka dy grupe të tifozëve, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan dhe në Evropë. Në për shembull Gjelani ka dy grupe, janë skifterat dhe intelektualet. Po sa është e çuditshme që në qytet të kenë dy grupe të tifozërive. Zakonisht ndodh që në qytete kur ka më shumë klube, njëjtit rang ose pa marrë parasysh, pe marrim futbollin, kem Manchesterat, ose kem Milanon e me Interin, ndodhë që të formohet edhe grupi i dytë i tifozëve, si që kem rastin me klubin e Gjilanit edhe Dritës, do më thonë me intelektualet edhe me skifterat, po kjo për herë të parë në historinë di që për të njëjtat klube vjen edhe formohet një tifozëri e re. E drejtë e gjithkujna është
me ardhë edhe mu organizu, të kë fundit është demokraci, mirë po për të njëjtin klub, dy tifozëri, kjo s'm ka bo vakime ndi, halo, po prap po thëmë, është e drejt ligjore të kë fundit, e për drejt morale, atëre e kësha diskutu ma vonë. Arber, pyetja njëjtë, pra sa është e çuditshme që dy grupet e tifozërisë të jenë nga i njëjti qytet apo themi ta përkrojnë njëjtin klub? Po. Atë siç thash edhe më herët, ne, domethënë si tifozëri besnike përfaqësojmë dy ngjyra. Ngjyrën kuq dhe bardh, edhe emrin domethënë. Ne kemi qenë përkrajet e disa klubeve, të cilat e kanë po të njëjtin emër. Kemi pas domethënë si debat kështu iniciativë që ta kenë çdo klub i qytetit të Pejës ta ketë një emër domethënë, Besa. Për atë që tregon domethënë edhe vendeve tjera që Besa domethënë është e përkrahur prej besnikëve, edhe i ka dy ngjyra, kuq dhe bardh. Arber, sa një të pajtimit që me iniciativën e grupit të tifozëve besnikëve, pra që gjitha klubet për janë të thirrën me emrin Besa, edhe pse pra historia ndoshta tregon pak ndryshe. Klubet e Pejës kanë ndru disa herë emnat, me ndrimin e kryesive ka ardhur deri te ndrimi i klubeve, po edhe me sponsor, do më thonë varet prej sponsorit që ka ardhur. Tash a emri kryesor ka mbet, për shembull e kemë në handball Besa Family, po ka mbet Besa. Sponsori basketbollit ka qenë Dugazini, klubi ka ndru emrin në Dugazini. Prap sponsor është i njëjti sponsor, po e ka pa të arsyeshme që klubi mu kthy në emrin e mëparshëm klubi basketbollit Peja, edhe tash prap zakonisht klubet e ne ose janë Besa ose janë Peja, po unë e arbri madh, si sha pajtu me arbrën e vogël, se klubi futbollistik i futsalit Besa ka qenë mas parti organizum si klubi shoqënisë me përkrahjen e sponsorit kryesor Space-it, edhe emri i pari tyne ka qenë Space, do më thonë nuk ka qenë FC Besa, si që është sot, do më thonë këta kanë lindë si përkrahje e disa djemve të ri që janë shku mbas sponsorit kryesor Adnanit, cilën në këtë rast e përshëndesën e edhe shokët mirë dhe luajmë 2 herë në javë bashkë futboll, unë e gjithashtu si spektator, nuk shkoj si besnik. Besnik po, në kuptimin e fjalës se jam besnik ndaj gjitha aktiviteteve sportive që zhvillohen në qytet edhe atje ku shkojnë klubet tona, do më thonë përkrahjet tyne, edhe s'ma merr mendja që asnjëri pi besnikëve është më i flakt se unë në sallë, ato e din, janë të regjistruar me kamerat e fotografitë, po këta e kanë pa të arsyeshme me shku në përkrahje në atë mënyrë. Unë kisha pas qejf që koha me siguri do ta tregon vetën, këta djemt kanë me pa që emri i vërtet i tifozëve Pejan është Shqiponjat, se faktikisht simbolizon një qytet, edhe ma mërmendja që do të gjejmë vend për ta në kryesi, mu organizu. Ndarja e tyne ka ardhë si problem ose si reagim ndaj disa eksceseve, ose muj me thonë edhe huliganizmave, disa njerëzve caktum që nuk ja dojnë të miren as sportit e as qytetit, edhe këta kanë pa të arsyeshme që duhet mu distancu për atyne. Për atyne sendeve distancohem edhe vetna, se edhe une nuk jom i thari hudhjeve në teren, në disa biseda me ty, shpesher edhe biseda private, na gjithi gjykojmë ato raste, po janë raste që ndodhin edhe në polici, vjedhjet e drogës, kështu që ndodhin edhe me tifoz, gjithmonë ka edhe tifoz Shqipin, s'mundesh mi shtitin feton, edhe vjen deri te kjo, me siguri ka lind si pa knaqësi. Unë e bile e shoh mënyra jame e gjykimit është si ka lind si pa knaqësi e disa huliganizmave, po s'fundit na jam shok edhe kem të njëjtin qëllim. Qëllimi janë është në përkrahje të sportit, e gjithë ata që mendojnë me përkrah sportin janë me temën janë djem të shnosh, janë djem të mirë, edhe më mërmendja që s'ka problem, na gjithë e kem një qëllim.